Me 7 muaj të ardhshëm, vendi ynë përballet me një moment vendimtar për demokracinë, dinjitetin qytetar dhe të ardhmën e shtetit. Ditën kur zëri i popullit përcakton rrugën që do të ndjekim. Është dita kur vota bëhet forcë, përgjegjësi dhe shpresë për të mbrojtur të ardhmen tonë me guxim, unitet dhe vizion. Andaj, ju bëj thirrje të gjitha forcave politike në vend që fushatën ta zhvillojnë me dinjitet, maturi dhe respekt, larg gjuhës së urrëties dhe përçarjes. Le të garohet me ide, vizion dhe përgjegjësi ndaj dheut, sepse sovrani është qytetari dhe vullneti i tij duhet të respektohet mbi çdo interes politik. Pavarësisht rezultatit, Kosova ka nevojë për unitet, bashkëpunim dhe institucione të forta që i shërbejnë popullit dhe mbrojnë të ardhmen e vendit tonë. I dërguari i fundit për njerëzimin mbar, Muhamedi a.s. ka thënë: "Më i dashuri tek Zoti është ai që është më i dobishëm për njerëzit." Rujtja e vlerave morale, kultivimi i ndërgjegjes, edukimi shpirtëror, përgjegjësia individuale shoqërore, paqja e brendshme, solidariteti njerëzor, respekti reciprok dhe përkushtimi ndaj së drejtës përbëjnë virtyte themelore që duhet të karakterizojnë besimtarin e devotshëm dhe të drejtë. Megjithatë, me dhimbje të thellë themi se po jetojmë në një botë ku luftrat, konfliktet dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë të pafajshme çdo ditë. Gjaku i fëmijëve, grave, pleqve dhe civilve të pambrojtur po derdhet për interesa politike, ekonomike, gjeostrategjike, duke tronditur rënd ndërgjegjen njerëzore. Në vend të paqes dhe humanizmit, shpesh po mbizotrojnë urrëtia, dhuna dhe interesat që shkelin mbi dinjitetin dhe jetën e njerëzve të pafajshëm.